Atëherë mirë se vini, na u vonua pak biseda bashkë që e kishim programuar në një kohë më të herët, por shumë kënaqësi që sot jam me Erindi Bejkon dhe Denada Dostin, që janë dy bashkëkryetarët e Partisë Socialiste të Kombinatit të Njësisë 6, që janë dy personazhe shumë pozitive, që janë dy shokë, që janë dy të njohur nga unë edhe nga fushatat e mparshme në angazhimin tim në kombinat, po pastaj ju datoni dhe më herët, Erindi daton dhe më herët në bashki, daton më herët në lëvizjet rinore, fresh, universitare, fresh, një personazh shumë interesant i të res në politikën shqiptare, edhe pas një përkujdesje edhe një herë për vetveten, Erindi është edhe më elegant, edhe kështu në kuptimin, pra gjithmonë ke qenë shumë simpatik në sjelljen tënde në politik, po edhe tani që je në këtë pozicion edhe si kryetar, unë s'kam parë asnjëherë diferencë, me thënë drejtën, në kuptimin që ku diun të gabosh, ti jesh autoritar apo ti jesh si më të hypi vetja në qef edhe të bësh si i rëndësishëm në kuptimin artificial të fjalës, pra je gjithmonë njëri me takt dhe shumë i sjellshëm edhe i ëmbël për njerëzit. Edhe kështu që në një farë mënyre fati na bashkon prapë bashkë, unë jam drejtues politik tani, po të gjithë ata që janë drejtues politik janë me fat kur kanë një kryetar partie të zonës, në këtë rast bashkëkryetar, si Erindi, sepse kjo ndihmon shumë në objektivin që ke. Ndërsa Denada, që vjen në momentin kur Partia Socialiste vendosi të ketë një rregull të ri për bashkëkryesimin e organizatave në dy gjinit, edhe ju ngjiteni në karrierën tuaj partijake si një vajzë e suksesshme e zonës, edhe që unë ju njoh pak më pak se Erindin, por kuptohet, tani ne kemi dhe si qëndrim të partisë sonë që gruaja ka shumë rëndësi, me kushtin që në kryet jemi ne, po gruaja ka shumë rëndësi në gjithë funksionet tuaja politike, po shoqërore, po ashtu edhe në çdo aspekt, edhe ju e keni zbutur gjithë jetën organizative, komunikimin, është bërë shumë e rëndësishme për lagjen, kjo pjesë, domethënë edhe forca e Partisë Socialiste në raport me vajzat dhe gratë të rejat dhe natyrisht edhe në mosha më të mëdha ka qenë suksesi i kësaj force politike, sidomos në vitet e fundit. Kështu që mirë se vini, jemi në Ju Flet Kombinati, podcasti që e kemi bërë, ju e dini vetë që të përforconim edhe më shumë përkatësinë tonë me këtë njësi, politikisht edhe të flasim hapur për qytetin brenda kryeqytetit që e kemi quajtur. Kështu që fillojeni ju, si e mendoni më parë cili nga ju? Do ta respektojmë që tham që partia është duke respektuar lirshëm, troç, këtu jemi për të na dëgjuar njerëzit dhe njerëzit kanë qejf të dëgjojnë njerëz të vërtet. Drejt. Faleminderit shumë për këtë realizim, podcasti, e vlerësojmë. Unë personalisht jam rritur në kombinat, jo lindur në kombinat, por kam ardhur që fëmijë në kombinat dhe angazhimi im ka filluar sa isha votuese për herë të parë, pra që mu dha fuqia për të shprehur vullnetin tim në një zonë të kombinatit në Mistomame. Aty menjëherë pa qenë votuese, sa kam bërë 18 vjeç, jam angazhuar në strukturat e Freshit në vitin 2008. Dhe në 2009 kur kemi pasur zgjedhjet, jam angazhuar në strukturat e Freshit dhe më pas 2 vitesh kam marrë një organizat aty dhe e kam drejtuar. Pastaj Partia Socialiste normal ndër vite është përmirësuar dhe i ka dhënë një rol gruas, që është gjëja më e mirë që ka bërë Partia Socialiste, dhe bashkë me Erindin, që për mua është kënaqësi, kemi marrë së bashku në vitin 2022 drejtimin e Partisë Socialiste në kombinat. Po, kur ishit në organizat, ju dolet mirë në rezultate? Gjithmonë organizata ime ka dalë shumë mirë. Ishte zona e mirë apo ishte Është zona realisht që unë jam rritur dhe kam një lidhje shpirtërore të vërteta me atë zonë.
është një zonë që është e mbledhur me komunitete të ndryshme, është zonë që nuk ka qenë e populluar, por ndër vite është populluar dhe ka njerëzit vërtet njerëz shumë të mirë aty dhe komunikimi ka qenë tërkohës i pashkëputur, shumë i afërt me të gjithë dhe ka pasur probleme, por fal Partisë Socialiste ka pësuar një zhvillim infrastrukturor shumë të mirë dhe edhe rezultati është përmirësuar ndër vite. Pra jemi një organizatë. Ju flas me ti, po ju konsideroj shumë të afërt. Patjetër, kështu na e bën edhe më sportiv diskutimin dhe të japim vetëm shumë nga vetja. Jemi shumë afër, kështu që e konsiderojmë veten. I dashur, të falenderoj për ftesën. Ne jemi të mësuar gjithmonë që në diskursin ton politik, duke qenë se bëjmë fushat në një lokalitet të caktuar, takimet janë në grupe të vogla. Ky podcast që çoj komunikimin nga një komunikim në grup në një komunikim masiv është shumë i rëndësishëm, sidomos kur ke dhe targën, njerëzit modern pozicionohen. Kështu që unë kam studiuar për shkenca politike dhe duke qenë se edhe formimi im shkonte ka angazhimit në një forcë caktuar, vendosa që në një moshë të vogël të pozicionohesha. Dhe siç jam pozicionuar me Partinë Socialiste dhe me Freshin që në vit dytu fakultet këtu e 20 vjet më para, ashtu jam pozicionuar edhe në kombinat, duke qenë se kam banuar aty për shumë vite tek rruga Besimalla, ngjitur me lagjen ku Denada ka drejtuar organizatën dhe pastaj me vitet e angazhimit edhe në strukturat qendrore në Seli, por edhe në një zonë caktuar, më bëhet qefi që lagja ka marrë një emër në bazë të këtij komunikimi masiv. Njerëzit e komentojnë, njerëzit e flasin, që më në fund po ndodh diçka e cila e nxjerr atë fushatën tonë nga ato takimet me 20 veta. Ti mund të takosh 20 veta 5 herë gjatë ditës dhe në fund ditës e ke mbyll me 100. Ndërkohë me një podcast sot shikon çdo shqiptar i cili mund të jetojë edhe në Zelandën e Re. Kështu që të falenderoj për ndryshimin ndoshta edhe të mendësisë tonë se si ne, sepse kur ti bën një punë gjithmonë, dashur pa dashur ndonjëherë edhe zhytesh pak në atë komfortin dhe në atë zonën tënde ku ti bën procedurat e caktuara të punës dhe ardha e Blendit në këtë rast si drejtues politik na nxori pak nga ajo jo përgjumja, sepse ajo është një punë që ju e keni parë vetë nuk të lehtë përgjumesh, edhe të duash, por standardizimi i procesit të punës. Edhe mund të jetë korrekte gjithmonë, por është mund të jetë korrekte, por ngecesh aty dhe bën gjithmonë atë përsëritjen, atë agjendën e përsëritur, kështu që bërja këtyre elementeve të reja e podcastit, e një fushate e cila tashmë është orientuar çik më shumë drejt qytetarit. Jo vetëm drejt njerëzve me të cilët ne gjatë gjithë ditës komunikojmë. Na i ka zgjuar edhe ne instikte që ndoshta kur ishim student i kishim shumë gjalla, por tani thash, ato standardizimet na kishin bërë që të ishim pak statik. Por ju keni detyrë shumë të vështirë, edhe unë e krahasoj veten aq më tepër në rastin tim që vi me një lloj tagri, me një lloj, po themi, grup atributesh të caktuara që më janë besuar nga qeveria na e ka besuar fal punës atyre që na vot besojnë, edhe fal punës suaj, partisë e tjerë, pse duhet ta kuptojmë të gjithë se gjithmonë e marrim sikur është e mirëqenë që vjen ky besim, po ky besim vjen fal atij kapitalizimi të votës që vjen fal asaj pune dhe disipline që nis nga ju dhe pastaj përfundon deri te qytetarët. Megjithatë kur ti vjen kështu, ti je shumë si më thën më i freskët në kuptimin e një kontakti me zonën, edhe ti je dhe themi dhe më i pa parashikueshëm në atë që ti do bësh, ndërsa juve keni detyrë më të vështirë, ju duhet të rizgjoni, të riaktivizoni, të rianimoni një strukturë të tërë e cila është aty prej vitesh, e cila ndryshe nga një frymëzim momental i ri që mund sjelli ta zëm një drejtues politik, qoftë për zonën, po qoftë edhe zona tek ai, juve jeni aty në pjesën më të vështirë dhe e mendoj ndonjëherë dhe them me vete, unë mërzitem ndonjëherë me kur bëjmë ato bilancet tona, gjykojmë njëri tjetrin, ndonjëherë edhe brenda vetes son, pa e komunikuar të gjë dhe them dakord, po ata ndërkohë mendo tani kanë gjithë këto vite dhe ata duhet të jenë të besueshëm në vazhdimsi, kanë premtuar, nuk janë realizuar një pjesë e gjërave, njerëzit nga ata kanë pritur, kanë qenë krah drejtuesve të tjerë, kanë marrë një kosto ndaj njerëzve dhe tani
identifikohen nga njerëzit sikur këta janë të njëjtët, ky ka ndryshuar, po këta janë të njëjtët. Dhe në një farë mënyrë ne jemi një lloj duoje që në këtë rast trio, po një duo në kuptimin e dy funksioneve që duhet jemi edhe të besueshëm së bashku, po duhet edhe ta mirë kuptojmë të fakt që unë ju lë juve me kosto nëse unë nuk e bëj punën mirë, ju mund të më krijoni mua kosto nëse ju nuk e bëni punën mirë, por me thënë drejtë ju e keni më të vështirë se sa unë, sepse nuk e keni edhe dot mundësinë që mund të ketë një drejtues politik në këtë rast, një ministër ose një. Edhe megjithatë tek ato komentet e fotove, më bëri përshtypje një koment aty që e kush ndeti krateje dhe s'doli fitimtar. Në momentin e parë thash, ky e kishte me ka me Erindin, domethënë nuk kuptua shumë qartë që e kishte me ty. Ishte Xhona, unë dhe ti. Tani ti ke bërë shumë njerëz të fitojnë në kuptimin e rezultateve. Si do bëhet që vetë Erindi të jetë një ditë një nga ne dhe të jo vetëm të përfaqësoj zonën në kuptimin politik, po Erindi tani në kuptimin e ambicieve tua. Ti je komplet në moshë, je në kohë, je në gjithë elementin tënd shumë komod, por mendoj që ka ardhur koha që edhe Erindi vet duhet unë falenderoj. Po është e vërtetë gjithë introja që bëre. Ka vështirësi në kur ti bën një punë prej shumë vitesh, sidomos një punë e cila ka të bëjë me njerëz, por ajo që ka qenë gjithmonë zgjidhja ka qenë përveç të qenit pranë njerëzve është thelbi është komunikimi. Sigurisht që njerëzit e kuptojnë që jo çdo gjë bëhet në moment, për të realizuar disa gjëra ka disa hapësira ligjore, të cilat duhen respektuar, ka institucione, por nëse sqarohesh, nëse komunikon pa gënjeshtra, nëse njerëzit arrin të futen brenda logjikës të cilët ti e vuan, nëse ajo nuk zgjidhet brenda ditës, atëherë ti krijon një lloj lidhje që pastaj dhe dikush edhe mund të komentoj, e cila piqe ndër vite dhe ma beso, teksa kemi njohur njerëz aty politikisht, sot i kemi miq dhe në jetën tonë të përditshme, dikush na njeh edhe familjarisht dhe e njohin familjarisht, domethënë ajo historia e lidhjes e cila fillon në një mbledhje partie dhe ndoshta edhe me një debat të fortë, pas disa vitesh bëhet një miqësi që ti e ke si shok fëmijërie. Pse si shok fëmijërie? Sepse nëse ti e ke njohur para 20 vjetësh, eksaktësisht sot quhet shok fëmijërie. Domethënë shok prej 2 dekadash. Ndaj kjo na mban të lidhur me komunitetin dhe me njerëzit. Sigurisht që pastaj ardha e drejtuesve politik e freskon situatën. Por Partia Socialiste është një parti e madhe. Njerëzit kur dalin fitimtar në një zonë, sigurisht që kanë të gjithë të drejtën për të patur një zonë tjetër. Ndonjëherë këto janë dhe vendimet të strukturave të partisë, asambleja, kryesia, kështu që për këtë nuk fajson dot njeri. Ajo që ne përpiqemi të bëjmë është që nga drejtuesit politik, për sa kohë ne punojmë bashkë, ata të japin më të mirë tyre, por nëse dikush nga këta sfidohet në një detyrë më të vështirë, ne jemi komplet mirëkuptues dhe vazhdojmë punën për të qëndruar ne sadopak pranë njerëzve. Të themi të vërtetën, unë dhe Denata kemi pas gjithmonë një parim. Ndihmojmë sa të mundemi, por nuk bëjmë kur keq. Në asnjë dimension, në asnjë moment. Nuk e prishim kur gojën, edhe nëse kemi një gjë për ta thënë, e kafshojmë gjuhën, sepse nëse nuk e kafshojmë gjuhën, nuk jep për të lë sporti. Dhe kjo është ajo e cila na ka ndihmuar gjithashtu, sepse nëse ke tendencën për të bërë ato intrigat e vogla të lagjes, aty ke mbaruar punë me politikën. Pastaj për sa i përket asaj që ju thatë me të drejtë që mbas këtyre viteve vjen një moment që njeriu tenton kapërcimet e veta. Këto janë pjesë e një procesi e cila lidhet me jetën, me karrierën, me momentin, me të gjitha këto elemente, të cilat kur bëhen bashkë gjëra ndodhin. Unë jam shumë i lumtur sot që drejtoj Partinë Socialiste në Kombinat bashkë me Denatën, punoj bashkë me që tham flasim me ti, bashkë me ty për të marrë rezultat dhe fokusi im tani është 11 maj. Nuk kam asnjë fokus tjetër, nëse ne dalim siç ne kemi dalë gjithmonë të parë në Tiranë 11 maj, unë ndjej vetëm të realizuar. Po, për ju është një shkollë edhe kështu e gjallë që vinë ta njerëz, ikin, vinë, ndoshta rinë, ndoshta ju punoni gjatë me ta, ndërkohë ju edhe ju vetë bëheni më të përgatitur nga këta drejtues që vinë, ndoshta edhe nga pikpamja administrative, natyrisht që ne punojmë edhe në punë të ndryshme që na ka lidhur puna me bashkinë, juve punoni tek agjencia e shpërndësimeve,
në këtë rast pra aq më tepër në një zonë si kombinati ju jeni shumë e informuar për hallet e rindërtimit e tjerë. Edhe ne përmirësohemi edhe në atë që mësojmë në punën tonë, po besoj që kjo është edhe një lloj, si themi, nuk po themi rivaliteti, por domethënë besoj që natyrshëm duhet të lindi dhe një lloj gare pozitive, të themi qoftë edhe sikur të themi e pa deklaruar, mes asaj që ju punoni që të zgjidhet fal ndihmës suaj dhe mes asaj që ju vetë do doni të ishte modeli i duhur për të zgjedhur nga njerëzit, ku nuk përjashtohet që këta të jeni një ditë edhe ju vetë. Po i dashur. Por ju keni qenë edhe në sensin pozitiv e them të gjë. Pra domethënë ju sot duhet jeni më ekspert në atë që duhet jetë gjuha ndaj elektoratit dhe aq shumë e dini ju këtë gjë, sa ndoshta ju mund të jeni patjetër shumë shpejt njerëzit që duhet të jeni vetë në listën për të votuar dhe për të votbesuar, sepse më shumë se ju nuk e di kush e di më mirë këtë pjesë. Se ti je shembull i gjallë i vetë kësaj që po thua. Ke qenë student dhjetori. Në vitet e para të pluralizmit, shumë student dhjetori morën në dorë fatet e vendit. Ti je sot ministër dhe të erdhi në thonjza radha mbas afro 30 vjetësh. Pse? Sepse ashtu piqen kushtet, karriera jote personale, vajte në një institucion pushteti vendor, punove, disa vite sfidove vete në një dimension tjetër, u riktheve dhe u more me parqet me rekreacionin, pastaj kalove në një sektor shumë të vështirë ku pata atë revolucionin i cili sigurisht ndjehet në çdo komunikim që ne kemi me njerëzit dhe pastaj kulmon në një pozicion në qeveri, kështu që eksaktësisht duke na thënë historinë e jetës tënde. Domethënë, pavarësisht se studentët dhjetorit në 93 ishin gjithë, në një atë moment ti ishe duke bërë një punë tjetër, kështu që janë kushtet të cilat piqen dhe ndoshta si Denada si unë mund të jemi në moshën 50 sa vjeçare që mund të kemi këto pozicione. Ambicia e nxituar kthehet në delir. Ambicia e pjekur kur të gjitha elementet bëhen bashkë, ajo të ndihmon që të kesh një lloj rrugtimi, sepse sot ne nuk jemi më në fillimet e tranzicionit. Nuk bëhesh sot kryeminist 29 vjeç. Sot është pjekur politika, kështu që edhe hapat nuk janë në ashesor, janë me shkallë. Është edhe me vokacion, është edhe me vokacion personal, natyrë, ka natyra njerëzore që janë të lindura për të bërë punë shumë mira, po të ndryshme. Edhe kështu që domethënë nuk do të thënë se të jesh në një pozicion të tillë të besohet një pozicion ku duhet të zgjidhesh, është patjetër më lart se sa një pozicion çfarë do tjetër në lëmin e madh të punëve që ne bëjmë. Për mendimin tim ka shumë rëndësi ta bëjmë në mënyrë suksesshme çdo gjë që bëjmë, se je drejtor, se je kryetar partie, se je kryetar organizate, se je ministër, se domethënë jo të gjithë ne mund të jemi ndoshta, megjithatë e marr gjithmonë me shumë rezervë edhe pjesën time. Prandaj ta them edhe ju më njihni mua tani, nuk është se unë po bëj këtu në një lloj shtirje, që e kam me shumë rezervë edhe veten time, në kuptimin e asaj që duhet bëj ose që jam i aftë të bëj apo jo. Karshi kësaj sfide këtu në kombinat të dridhen gjunjët më shumë se në çdo vend tjetër, sepse këtu sfida është shumë e madhe. Është edhe logjistike, është edhe, ku di unë, gjetike, situata e halleve këtu është nga më të ndryshmet, ato janë urbane, sociale, ekzistenciale, ambientale. Domethënë kemi sfida nga më të ndryshmet, është një paketë plotë gjithë llojeve të vështirësive, nuk e di ju, edhe unë, se unë kam edhe unë sa vite që e njoh kombinatin, na duket sikur jemi temperuar ndryshe në këtë zonë, edhe megjithatë ndoshta të zbresim tokë, ta marrim më me qetësi këtë sfidë që na ka rënë, edhe tani juve Denada si grua me pjesën që sikur e prekët pak, se tha dhe Rindi që arti më i madh është mos bëhesh pjesë e paragjykimeve, thashetemeve, e lojrave të vogla, e kështu si është kjo pjesë në parti. Ata që na dëgjojnë nuk është se kanë një kuriozitet madh merren me punë partish. Po unë doja ta kuptonin se si është në kuptimin real. Që se ne nuk kemi kukulla dhe ne nuk kemi as si më themi lolo që bëjmë këto punë edhe që jemi të rritur edhe jemi të apasionuar shpesh për këtë punë që bëjmë. Pse është kjo punë e rëndësishme? Si ndjehesh ti? Sa dinjitet ka shtuar kjo për ty? Çfarë vështirësi e ke ti në jetën tënde?
Siç ju shpjegova pak më parë, unë kam nisur pak a shumë Istomame më parë para zhvillimit infrastrukturor, mund të konsiderohej një zonë rurale, sepse e ndërtuar me shtëpi private, pa rrugë të shtruara, tani është tjetër gjë, nuk ka lidhje me ato që jemi rritur. Dhe ç'është vërtet ai, siç ja shpjegova, jemi të ardhur nga të gjitha komunitete ndryshme dhe angazhimi i Nga je si origjinë? Nga Skrapari. Angazhimi i gruas në jetën politike, kur e kam nisur, ka qenë me skepticizëm, me gjykime, pothuajse ishte çuditë të angazhohet, është e vërteta. Ka pasur, por shumë rrallë. Dhe realisht kur e nisa si gjë, e nisa me sfidë që isha studente atëherë dhe pse jo të dëgjohet zëri i gruas, dhe e kam nisur, ja u them sinqerisht, në emision që edhe unë vetë jap një model për çdo vajzë, grua që është në kombinat, që të marrë rolin e saj, të jetë aktive, të jetë madje proaktive në politikë, në profesion, në familje, dhe të krijojë një balancë që t'i mbajë të treja këto faktor. Më parë ka qenë gjykimi që gruaja është për shtëpinë dhe nuk mund ta bëj dhe politikën, nuk mund ta bëj dhe karrierën, e kupton, por që në kombinat e kam mësuar që gruaja mund t'i bëj shumë mirë të treja. Dhe gratë në kombinat, sinqerisht nga angazhimi, sidomos si bashkëkryetare, kam parë që janë më të forta që mund të ekzistojnë, jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Shqipëri. Patjetër që ekzistojnë fenomene shumë të vështira në përfshatrat e Shqipërisë, po gruaja në kombinat ka pasur një tranzicion të fortë, përsa i përket arritjeve profesionale, kanë një ego, kanë një dëshirë që të jenë të formuara, të jenë aktive, dhe vërtet me ato gra dashurohesh për mënyrën se si janë rritur, se si flasin, se si janë aktive në jetën e tyre shoqërore dhe politike. Edhe në biznes, edhe në biznes, mos ta neglizhojmë këtë pjesë që janë shumë të fuqishme, edhe në kombinat kemi shumë gra që angazhohen parukeri, dyqane, fasoneri, ka biznese nga më të ndryshmet. Dhe ka shembuj në kombinat, plot shembuj që ndriçojnë në profesionet e tyre, dhe që ndryshimit që ka bërë Partia Socialiste me statutin që çdo organizat drejtohet edhe nga gratë, gruaja në kombinat është bërë e pandashme. Dhe marr një forcë realisht nga to, për mënyrën se si luftojnë me jetën, ato janë balanca në familje, janë shtylla e shtëpisë, e them me plot bindje dhe me plot fjalën këtë që janë shtylla e shtëpisë, i dalin për zot jetës, punojnë deri vonë, vinë në mbrëmje në strukturat tona, punojnë në jetën politike dhe ditën e nisin me punë dhe pastaj në familje. Angazhimi i gruas është domosdoshmëri, mendoj, sidomos në jetën politike, por kombinatin e ka akoma edhe më të domosdoshme gruan, sepse ka pasur një tranzicion ndër vite në përmirësim gruaja, dhe tani mund të them që ne jemi krahas me qendrën e Tiranës për sa i përket fuqizimit të gruas në kombinat. Po me votuesit e rinj ose votueset e reja, si duket, kemi prurje të reja apo ka skepticizëm? Absolutisht kanë dëshirë që të afrohen, i mirëpresim me shumë zell ata, janë talente ata që afrohen, janë plot ide, plot kreativitet, madje ndonjëherë edhe neve na gjallërojnë, na nxisin për të punuar më mirë. Se krijohet në parti ndonjëherë, unë nuk e di se po bëj tani si thash edhe me xhiu i brendshëm i shtëpisë me fjalë, po krijohet ndonjëherë në parti një situatë ku 2-3 veta, 4 veta, kupton, mund edhe ta kenë pak si në kontroll ndonjëherë, nga që ne jemi të rinj, mund na vënden lojë ndonjëherë në kuptimin e ekziston si fenomen. Se vjen edhe kështu papritur në shtëpinë e dikujt, në oborin e dikujt, në këtë rast Partisë Socialiste të Kombinatit, edhe aty ka disa anvisa të vjetra që janë aty dhe që pos pate taktin e dur, mund edhe thyë shafën, mund edhe të ta lajnë qimenton, edhe moston që është e lagur edhe të rëzohesh. Po puna është që po si e ke ndjerë këtë pjesë që ke arritur që ta fitosh këtë gjë me të bërtitura, apo me mirësjelljen tënde, apo me vetëm mendimin e rindit, apo me... Unë kam zgjedhur që këtë angazhimin tim ta bëj duke qenë vetvetja, me parimet, vlera që kam marrë në familje, dhe realisht nuk kam se ndryshoj, do jem vetvetja me edukatën që më karakterizon. Dhe përsa i përket rolit të rinjve që afrohen, janë aq të mençur, sa pavarësisht se janë këto gardhët që nuk lejojnë të hyjnë e të ndërveprojnë,
i kanë taktikat aq të zgjuara, bëjnë lëvizje aq të mençura, edhe politike, edhe korrekte, edhe frymëzuese, dhe ja dalin. Po xhelozi ka për ty nga gjinia e njëjtë? Po themi brenda partisë, se ne kemi dhe organizatën e gruas, kemi dhe të rinjt, kemi dhe po. Kemi dhe ata idhtarët që janë dhe gra, po themi. Dhe kemi dhe një pjesë që është pak më militante, kemi dhe pjesën më të heshtur. Atëherë për sa i përket shkon te gratë Çto të bori joni? Te gratë janë shumë ndjeshme, janë shumë empatike, te gratë sidomos. Ç'është vërtet i kanë gjitha shoqë. Çfarë janë kryetar organizatash, freshi i angazhuar, të rinjt, vajzat kam dëshirën më të madhe që t'i shoh të rriten në masë dhe nuk ndjej xhelozi, është e vërtetë. Ndjej kam marrëdhënie shumë të hapur me to, bëjmë muhabet si shoqe dhe kemi një marrëdhënie shoqërore. Tani të mbartur për vite. Edhe unë duhet ta them tu hapur që nuk gjej dot kollaj defekte tek komunikimi jot, tek gatishmëria jote, shumë mirë kuptuese, nuk je toksike, nuk je domethënë je gjithmonë pozitive, edhe me momentet e vështira të mijat ose tonat, po themi, ose që ka presion edhe nga Selia, ndonjëherë është një presion gati kështu i duhet i verbër në momentin aty për aty, sikur nuk llogaritet njeriu, dhe ai është momenti më i keq kur jemi para një peshë dhe bare të rënd për të realizuar detyrat, ndonjëherë pjesa njerëzore mbetet në fund. Megjithatë kam parë që je shumë mirëkuptuese në këtë gjë dhe kjo tregon që ke një instinkt e intuit shumë të fortë se si ta mbash pozicionin tënd. Nëse mund të shtoj, këtë e kam fituar nga angazhimi politik. E thon njerëzit kemi bërë dhe një shkollë tjetër ekstra. Përveç çfarë kemi bërë për formimin ton profesional, realisht nga angazhimi që kam ndër vite aty në kombinat, sidomos, kam mësuar të duroj, kam mësuar të shoh se e keqja është e pafund dhe e mira është e pafund dhe nuk duhet të qahemi apo të ankohemi për situata që ne hasim si sfida, përkundrazi duhet jemi të fortë që t'i përballojmë. Por balanca... Po, se edhe ke mësuar shumë edhe ke parë shumë, edhe problemet janë shumë të mëdha. Balanca që bëj për presionin, për kohën, për procedurat, për të gjitha, pra edhe për të ruajtur balancën jetësore dhe marrëdhënieve reciproke që hasim me çdo që angazhohemi, e kam fituar nga njerëzit në kombinat. E gjitha... Zoti kryetar, tani apo shoku kryetar, apo rind, i nderuar rind, ose... se di, se ne kemi dhe një kështu që kur kemi lozur dhe futboll bashkë edhe ti e vije re se sa shumë doja të fitoja. Grinda jote. Pa ditur shumë të loz mirë, po grinda është aty, po dhe tim ke mirë kuptuar pak të kështu që patjetër. Edhe pak ditja, dhe 20 ca ditë kemi, 24 ditë, 25 ditë sa i bie. Po. Edhe kështu që durim në këtë drejtim, po unë mendoj që duhet ta shohim si një gjë e cila nuk mbyllet në 11 maj. Patjetër. Mendoj që në 11 maj fillon. Duhet filloj, edhe nëse do të më mirë kuptosh, do të këshillohem me ju natyrisht për këtë gjë. Do doja që të lajmëronim edhe audiencën, po themi edhe publikun, edhe antarësinë tonë, edhe elektoratin tonë, që unë do doja që të krijonim një platformë e cila nuk do ishte e blend, por do ishte një platformë, po themi, e një lloj mënyre të themi, s'po themi bashkëqeverisje, po as alternative bashkëqeverisjes, për një platformë e komunikimit politik me qytetarët, me elektoratin, pa dallim, sepse ata mund na besojnë nga shumë parti dhe nga shumë drejtime, për problemet që ata i drejtojnë kandidatit për deputet para zgjedhjeve dhe pastaj deputetit nëse ai votë besohet, po edhe në rast se një deputet nuk votë besohet, mund të qellojë që në një zonë, në një njësi, kushdo qoftë mund edhe mos jetë deputet. Ama ai ka mbledhur një sër shënimesh dhe një sër ankesash, kërkesash, këshillash, informacionesh, të cilat këto duhet depozitohen, duhet filtrohen, edhe duhet të dekantojnë në një platformë, në një lloj sistemi, i cili të shërbejë atyre që do jenë në parlament nesër, edhe partisë në kuptimin e asaj që ka marrë si një përshtypje dhe perceptim nga elektorati, dhe këto të mund të ndiqen. Pastaj çfarë është ekzekutive,
pushtet vendor, administrat që nuk duhet jetë e lidhur me politikën, do t'i kaloj atyre. Pjesa tjetër që mbetet ama si një angazhim politik, se ne këtu kemi ardhur dhe bëjmë fushat politike dhe themi si angazhohemi ne dhe si marrim përsipër ne që të zotohemi, që të bëjmë politika që i zgjidhin këto probleme. Atëherë të paktën në këto dy nivele kjo të mund të raportohet dhe të mund të kontrollohet nga ata me disa etapa, në disa kategori, me disa fusha, në disa nivele, në mënyrë që neve nesër, edhe në rast se Blendi nesër ka një detyrë tjetër, apo në rast se je 3 mandate rresht kandidat për deputet në Poat Zon, ti të kesh një rekord i cili është i matshëm për atë që është thënë dhe është bërë. Dhe kjo tjetë e dokumentueshme, e zbardhur online. Nuk duam të hapim zyra për të shtuar shpenzime dhe të mbushim dynjan me letra edhe me burokraci. Por të jetë një gjë virtuale, një platformë e cila do ishte platforma e deputetit, dhe mendoj që na shkon që me që kemi qef, paktën kështu na duket vetja që jemi inovator dhe merremi dhe unë mbuloj dhe inovacionin në ministrinë që jam, do doja që bashkë me ju ta lançonim këtë sjellje të re, nuk është do me thënë që juve do plakeni kryetar dhe bashkëkryetar partie, ju do vijoni edhe në karrierat tuaja, edhe unë nuk do jem të rjetën time duke u bërë deputet apo deputet, por duhet që të ngrëm një institucion të këtij komunikimi, sepse me sa kam vënë re ka një mungesë të besimit që vjen për shkak të, si themi, premtimeve ose të një lloj komunikimi i cili mbetet o në nivele personale o të cilin e merr era dhe nuk mbetet aty për ta patur parasysh edhe ata që vinë ose që do punojnë me ne ose ne më vonë. Edhe kjo që do ndihmonte shumë në zgjidhjen e problemeve. Kështu që do doja që ndërkohë që ne flasim, një draft i kësaj skeme është duke u punuar. Do ta shikojmë së bashku, do ta propozojmë edhe me kolegë tjerë që do kemi në fushatën tonë elektorale të Partisë Socialiste. Dhe pse jo, mund ta marrin dhe qarqe të tjera dhe themi jo vetëm ne si kombinat, por do doja ta lançonim si kombinat dhe në rast se kjo do të plotësonte nevojën e qytetarëve, mbase provohet të jetë një mënyrë e re për ta bërë të komunikim që të jetë më i qëndrueshëm, kupton si komunikim. Sepse edhe unë e vuaj që dhe ne për ditë me ato që marrim shënim, sado stafet kemi, sado ndihmësat kemi, ne më vullnetar punojmë. Nuk mund të jetë dot. Atëherë bën sens, ke shumë drejt, ne kemi bërë gjithmonë këtë komunikimin face to face, ku teksa komunikon face to face sigurisht që ato që vinë tek ty janë gjithmonë halle, mendime edhe ndonjëherë edhe teka personale. Në vitin 2025 teksa ne jemi të gjithë njerëz të qasur te teknologjia, edhe kjo duhet të shkojë drejt këtij lloj ky komunikim i vazhdueshëm mes deputetit edhe elektoratit duhet të shkojë drejt kësaj qasje. Sigurisht që njerëzit gjithmonë janë dyshues në fillim derisa fillojnë të përdorin një gjë. Domethënë, edhe te Albania në fillim njerëzit thoshin po si ta bëj, tani njerëzit nuk e konceptojnë dot, shkojnë të bredhin gjithë ditën për zyra, po e marrin shërbimin aty. Kur filluan pensionet që të merreshin në bankomat, të gjithë kishin atë dyshimin e tyre fillestar që po si ta bëj, po si ta marr, ndërkohë tani në datën X të gjithë njerëzit shkojnë, shtypin kodin, futin kartën, marrin pensionin dhe domethënë çdo gjë që shkon nga letra te teknologjia krijon fillim një dyshim. Në momentin që e përdorin herën e parë, pastaj lidhen me atë edhe nuk ndahen. Kështu që po un jam partizan i kësaj, duhet të stopoj kjo historia ku zyra pafund, mbledhje pafund, pastaj 2 muaj s'vjen dot sepse ke një problem tënd dhe njerëzit ku është. Nëse kjo fillon të bëhet një sistem pune, secili nga njerëzit që kanë një mendim apo një ide apo edhe një problem e reflekton dhe kjo në thelb është dhe qeverisja me pjesëmarrje, buxheti me pjesëmarrje, nëse 500 njerëz kërkojnë një rrugë dhe një njeri kërkon për ditë një rrugë tjetër, po këtu janë 500 familje dhe këtu është vetëm një, konsistenca e këtij ne na bën gjithmonë të shkojmë tek ky personi që ne na bie kokës, por harrojmë ndonjëherë shumicën, kështu që ajo na i lehtëson bërjen e një harte se realisht ku janë problemet reale, ku janë më shumë njerëz që marrin shërbime. Sot kombinati e ka të shtruar disi pjesën e institucioneve, shkollat edhe për hir të fatkeqësisë së rrëmetit se kur ndodh një gjë e keqe, ndonjëherë vjen edhe një gjë e mirë. Shkollat kanë marrë lloj drejtimi, çerdhe dhe kopshe ka, hapësira ka. Tani janë sfidat që ju i dini, po aq sa i dinë dhe ne, që është akomodimi njerëzve
të cilët kanë humbur shtëpitë e tërmeti, ne e kishim shumë të vështirë të komunikojmë me ta kur aty ishte vetëm një lëndin apo një fush apo disa biznese një kaçe. Sot pallatet janë të bëra, është për të mbyllur vetëm pjesa e politik bërjes se si do shpërndahen ai vazhdimi i shorteve, kështu që duke marrë gjërat zgjidhje një nga një, edhe ne do jemi më të lirë, në thonjza, për të filluar dhe për të menduar me vizion për të ardhmen. Çfarë do ndodh në 2030, se ne themi 2030. Çfarë do ndodh në kombinat 2030? Ku do fokusohemi? Te infrastruktura, në cilën pjesë? Në pjesën fundore, sepse Mistomamia ka marrë lloj drejtimi. Zona përballë spitalit amerikan është investuar. Kanë filluar pallatet, po bëjnë atë infrastrukturën e tyre, kështu që tani ne duhet shkojmë tek Shara, atje ku ju keni punuar prej 3 fushatas, tek pjesa tek Shabambardoshi, tek pjesa atje ku është lidhja mes Prushit edhe kombinatit. Domethënë, ne tani kemi të qartë në kokë se ku duhet të investojmë, por te kjo platformë mund të vijë një ide shumë e mirë për një qendër rinore. Te kjo platformë mund të vijë një ide shumë e mirë për të rikthyer, sepse na i prishi tërmeti qendrën e pensionistëve. Domethënë, ne duhet të fillojmë të mendojmë si politik bërës. Dhe ku do buxhetojnë parat? Parat duhet buxhetojnë aty ku njerëzit kërkojnë, prandaj dhe buxhetet bëhen me dëgjesa dhe dëgjesë më të mirë se sa dëgjesa që po propozoni ju virtuale ku secili pa patur kompleksin se do më shikoj ky kur ta them këtë, i jep opinionin e vet, do na ndihmoj shumë që na nxjerr me jeshile të gjitha gjërat që duhet të jenë me jeshile, me të kuqe. Të gjitha gjërat që duhet me të kuqe dhe me të verdh, ato gjëra që janë me të verdh pak a shumë si një semafor. Ku duhet të ecim, ku duhet të presim, ku duhet ndalojmë me urgjencë. Kështu që po, bën sens edhe ne na ke partizan për ta vënë për të ecur para në këtë se kjo do dojë edhe një të themi edhe një lloj pune që edhe të informojmë më shumë. Për shembull, një gjë tjetër që na bie në sy shumë shpesh është që ne jemi të informuar, se ne jemi komunikim me njerëz. Jemi gjithkohon në moto, jemi gjithkohon në korrent, domethënë sepse edhe puna jonë është e tillë, por qytetarët në përgjithësi e humbin informacionin dhe nuk e përcjellim dot mirë ne informacionin deri tek ata. Ndoshta kjo platformë mund të ishte një mundësi tjetër që përveç gjithë mundësisë që do ketë që të sjelli nga qytetarët, pra atë që ata kërkojnë, të mund të japi tek qytetarët në kohë reale, non-stop, biles edhe sipas fushave të interesit. Për shembull, ne po praktikojmë sot metoda të ndryshme të shërbimeve që regjistrohu për fushën tënde të interesit dhe ne do të informojmë kur ka një aplikim për ty. Dhe në rast se për shembull ka aplikime për strehimin, apo ka aplikime për kredite buta, apo ka aplikime për biznesin, ka aplikime për inovacionin, ka aplikime për studentët, për të rinjt, për talentet, artin, zejet, artizanatin, programe, kulturë. Mund të ketë shumë programe dhe ka shumë programe sot, shumë pafund programe që shumica e qytetarëve ose nuk i din fare, ose nuk kanë besim të aplikojnë fare, sepse kjo vjen edhe për shkak të shkuarës, po themi, të pasuksesshme të disa prej këtyre aplikimeve ose vonesave burokracive dhe ose nuk si themi nuk janë të qartë se si duhet të plotësojnë dhe çfarë duhet plotësojnë për atë që duhet aplikojnë. Për shembull, përmirësimi i banesave që na ndodhi që mua vjen shumë keq që e shoh që nuk ka informacionin e duhur dhe kjo mund të ndihmonte shumë për të bërë atë lidhjen, se unë e kuptoj shumë mirë dhe njësia administrative nuk është se i ka gjithë mundësitë që të jetë vetë spontane dhe të krijojë struktura nga vetja, sepse njësia administrative janë gjithsesi një organizëm, pjesë e një strukture që kanë edhe ata kufizimet e tyre që në buxhete, që në personel e tjerë. Pra kjo kërkon që nga një anë dhe të ndeste pjesën e një solidariteti dhe të një përfshirje të shoqërisë së hapur, po themi, të shoqërisë në vetvete, që edhe ju keni pjesën tuaj për të luajtur rol në këtë betejë, por edhe mos më thuash nesër që nuk e di e fare, sepse ja ku e ke, nëse të intereson pjesa e përmirësimit banesës, pas ke 3 opsione. Ke këtë. Kliko, në këtë mënyrë mund të bënim të mundur edhe të kishim informacion dhe pastaj neve mund të marrim gjithë problematika se çfarë funksionon dhe t'i përkthejmë në atë që për mua do jetë detyra më e parë pas 11 majit, që duhet të jetë shëmbja e atyre shumë kateve vertikale që krijohen artificialisht, ndonjëherë dhe në emër të procedurave dhe pse jo dhe të ligjshmërisë,
të cilat krijohen për të mbrojtur nga abuzimet dhe nga subjektiviteti i njeriut, dhe krijohen struktura vertikale me shumë kate, të cilat e kthejnë ekzekutivin në të ngathët, të paaft, dhe shpesh herë ne na humbin më shumë muaj dhe vite në procedura sesa në zbatimin e projektit që duhet kemi bërë të investimit, dhe nganjëherë ky nuk është më fizibël, vetë investimi ka humbur vlerën, na është vlerësuar i gjithë investimi, kemi humbur para, kemi bërë dhe dëm ekonomik madje, në rast se nuk e kemi dhënë atë menjëherë, sepse kjo ka pasoja të cilat lidhen me kosto të ndryshme që kanë qytetarët, qoftë në kuptimin e taksave tona, po qoftë kuptimin e xhepave të tyre. Dhe, si më thënë, duhet ta thjeshtojmë ekzekutivin, duhet ta ulim sa më shumë ekzekutivin poshtë, ta afrojmë me pjesën e terrenit dhe ta horizontalizojmë, duke i dhënë kompetenca sa më shumë mekanizmave që janë afër njerëzve. Në këtë mënyrë është triki kjo, është, si më thënë, në këtë mënyrë dhe ne mund t'i themi njerëzve nesër që nuk jam më vetëm unë, nuk jemi më vetëm ne lart. Nuk mund të presësh më vetëm nga ne. Jo, këtu jemi së bashku. Dhe në rast se do ta kërkosh llogarinë gjithmonë nga ne dhe nuk do shohësh asnjëherë nga vetja, domethënë kjo nuk mund të jetë dot kurrë një gjë që mund të marrë një zgjidhje të drejtë dhe të mirë në rast se ne nuk e japim dhe atyre. Në këtë mënyrë kemi bërë të përgjegjës, i kemi afruar në përgjegjësinë që ata duhet marrin, dhe në një farë mënyrë ata nuk mund të shmangen më përgjegjësive që të kërkojnë dhe të mos ndihmojnë asnjëherë për të bërë atë që është në fakt prioriteti i tyre. Kështu që në një farë mënyrë se kjo është autonomia. Pra duhet që ta bëjmë sa më të thjesht qeverisje, shpenzimin e të ardhurve që mblidhen nga ata, që të jetë, si më thënë, e gjithë pjesa e qeverisjes të jetë më organike me njerëzit, dhe në një farë mënyrë të mbajmë më shumë përgjegjësi të gjithë, të zgjerojmë numrin e atyre që janë përgjegjës për të sotmen dhe për të ardhmen tonë. Pra këtu janë fjalë, se ne unë jam politikan, edhe ju pak a shumë jeni njerëz të partisë, po them që sikur ta mendojmë pak më gjerë këtë gjën, unë do doja që brenda 11 majit ne ta kishim ofruar edhe këtë gjë. E di që ne kemi dhe sfidën e zgjedhjeve, disiplinën zgjedhore, anën elektorale, organizative e tjerë, dhe ju tani po më shikoni mua të stresuar me këtë pjesë, unë i shtova dhe një detyrë. S'ka problem. Tryezës son, por do ishim pionier të një mënyre të rekomunikimi, dhe unë kam shumë kënaqësi ta ndaj këtë me ju edhe me ata që na dëgjojnë, që ata ta kuptojnë që kjo nuk është vetëm çështje që ne jemi këtu të themi ingranazhet e një sistemi dhe robotët e partisë. Ne këtu jemi dhe njerëz që mendojmë edhe që vizionin ton. Reagojmë. Kështu që mendoj se kjo është të bësh politikën nga poshtë lart, pra njerëzit ta bëjnë politikën, është i ka munguar ç'të vërteta një gjë e tillë, një platformë e tillë. Kombinati, por mendoj jo vetëm kombinatit, është shumë e nevojshme, dhe mendoj që tu bëhet i secilit nga ne bëhet roli proaktiv. Ne na ke suport, çfarëdo që të jetë e nevojshme, mendoj se i shërben qëllimi dhe punës sonë. Edhe të gjithë ne mund të shohim në kohë reale të gjithë dinamikën para syve tan, mund ta raportojmë, mund ta shohim, mund ta kontrollojmë, mund të kuptojmë ku jemi, dhe njëkohësisht na lehtëson edhe në atë që ne bëjmë për ditë, edhe si më thënë, nuk i fshihemi dot më informacionin nga terreni, dhe jemi në të përditësuar me gjithçka çfarë ndodh, edhe mund ta relatojmë atë në kohë reale për atje ku i takon. Këtë mund ta shohin në kohë reale dhe njësia, mund ta shohin në kohë reale dhe shoqata të ndryshme që mund të jenë të komuniteteve, mund ta shohin komunitetet, thash mund të jetë shumë interesante që aty të ketë informacione të jetës përditshme, mund të ketë informacione të jetës sociale, të grumbullimeve të ndryshme që mund të bëhen komunitet. Tani nuk e di, se duhet që dhe ta kuptojmë që se duhet jetë njëkohësisht edhe një nismë politike, po duhet mos jetë e politizuar jeta e qytetarit deri në fund, pra duhet ta kuptojmë se ku ndahen këto, po që e ndërtojmë si një ide. Unë kam shumë të nevojshme që ata ta besojnë që kjo nuk është çështje një talenti, si më thënë, provizor për të marrë votën dhe ne ecim përpara. Kupton, puna është që duhet të ketë edhe një rekord për ato që ne marrim përsipër edhe për ato që na kërkohen. Unë kam shumë gjëra për të thënë, natyrisht për të pyetur, por nëse ju keni tani diçka që e keni nga vetja juaj, që mund të jetë në lidhje me zonën, që mund të jetë në lidhje me diçka që është një merak i juaj i fortë, ose është një gjë që
Vjen ta thoni Nëse mbani mend sa jemi takuar herë të parë, unë kam ngritur problemin e tërmetit. E përjetoj çik edhe personalisht, por që meqense mund ta mundësia ta them si thua publikisht të pjesë, e shoh me shumë shpresë që do marrë zgjidhje, po merr zgjidhje, e di dhe rolin tuaj që jeni shumë proaktiv në komunikimet vazhdueshme që të përfundojnë procedurat brenda ligjit dhe normal duke u përmbajtur afateve ligjore. Jo se jam këtu në funksionin e bashkëtarës së Partisë Socialiste, por si një vajzë e rritur aty e kam parë rolin e Partisë Socialiste se si e ka përmirësuar jetën e çdo qytetari në kombinat. Mbase kjo tingëllon pak si në kuadër të fushatës, por po e them nga zemra dhe të shumë të sinqertë të pjesë. Aty ka pasur zhvillime infrastrukturore. Unë tani që jam nën, e di që thotë të mungoj Qerdhja dhe Kopshti dhe kombinati Zotit është me çerdhe dhe kopësht, okej, mund të ketë edhe nevojë edhe për më tepër, por janë shtuar dhe tani nënat janë shumë të qeta që fëmijët i lënë të sigurt, në duar të sigurta dhe me kushte bashkëkohore. Absolutisht edhe shkollat në kombinat kanë qenë në mungesë, por tani kemi edhe Beti Musën që na shtuar, Lazgush për Adecin, Mysën e Kokalari patjetër. Janë zhvillime që i kanë ndikuar jetës së kombinatit. Di dhe projekte që do bëhen në kombinat. Infrastruktura rrugore do ndryshoj jetën çdo qytetari, sepse përveç se sjell përmirësime infrastrukturore, i rrit vlerën pronës. Patjetër, pallatet e reja që janë bërë në funksion të rindërtimit ftoj çdo qytetar të kombinatit që shprekur nga rindërtimi edhe pak durim, sepse ne i kemi parë, kemi inspektuar së bashku ato që janë ndërtime me kushtet më bashkëkohore, me standarde shumë të larta dhe vërtet zgjati pak, por që tani ka marrë zgjidhje. Është produkti gati. Dhe duke u zhvilluar kjo pjesë, jam absolutisht e bindur dhe ne kemi komunikuar që do marrë zhvillim gjithë kombinati, presim zhvillim në pjesën poshtë të kombinatit dhe tani unë them, e kam thënë edhe kur takoj njerëz, lum ata që jetojnë në kombinat, lum ata që kanë një pronë në kombinat, sepse do i rritet vlera, do krijohet infrastruktura ashtu siç e meritojnë kombinatësit dhe me durimin që kanë pësuar ndër vite do shpërblehen me punët e mira që i pret. Patjetër na pret ecuria në drejt Bashkimit Evropian, e meritojnë të gjithë, por që durimi do shpërblehet, janë besim plot. Vetëm këto doja ta thosha, sepse e di që shumica e banorëve kanë duruar ndër vite dhe thonë pse u zgjat përsëri, por që pas zgjedhjeve jam e bindur që kjo do marrë shumë shpejt brenda vitit një zgjidhje. Por që të shkojmë tek të gjitha ato që tha Denada, duhet një super sprint, këto 26 se bashkë bëjmë të debat çdo natë. Unë dhe 28 ditë, i thoj 27. Po se ti llogarit edhe ditën e fundit. Unë do llogarit sepse aty janë votimet. Po sprinti i këtyre ditëve shumë i rëndësishëm. Komunikimi me njerëzit, derë në derë, biznes në biznes, familje në familje. Ne kemi bërë bashkë ditën që ti ke ardhur në kombinat, sigurisht që do ta intensifikojmë me takime masive. Ne kemi bërë takime me komunitetet e mëdha, me Korçar, me Tepelens, me njerëz që përfaqësojnë komunitete me mijëra banorë në kombinat. Kemi një në projekcion për të bërë takime Vendalin me Tironësit e vjetër, kemi projekcion për të bërë takime personat e ardhur nga Tropoja, nga Veriu, tek ajo zona ku ata janë të banorë prej vitesh aty. Kemi bërë takime me bizneset vogla, ju veti keni mbuluar edhe bizneset e mëdha. Sprinti këtyre 20 ditëve është shumë i rëndësishëm që pastaj mbas 11 majit fillojmë të mendojmë për infrastrukturën, për shërbimet, për aplikacionin e qeverisjes dhe komunikimin me njerëzit, ku secili nga shtëpia e vet pa patur nevojë të ndjek fizikisht mbrapa mund ta bëj ata ankesën dhe këto pjesë që janë vizioni yt edhe si njeri që e marr gjithmonë me inovacionin. Sprint, to 20 e pak ditë që pastaj të kemi të gjithë kohën e dur për të marrë vendime të drejta të mençura. Ajo që unë dua ta them publikisht, gjatë këtyre muajve nga eksperienca është që po bëjmë një fushat të ndershme. Një fushat e cila ka bazë vetëm takime dhe diskutime. Jo fushata delirantësh, jo fushata intrigash, jo fushata ku premtojnë gjëra që nuk bëhen, jo fushata ku futen element jo ligjor. Nëse vazhdojmë dhe jam i bindur që do t'ja dalim me këtë formë, ne do ndryshojmë edhe konceptin që njerëzit kanë për fushatat. Është shumë e rëndësishme kjo. Ndonjëherë diskutojmë me Denadën, çfarë jemi duke bërë, po
ne jemi gjatë gjithë ditës vetëm në zyrë dhe në kafe me njerëz. Në asnjë lloj ambienti tjetër dyshues, në asnjë lloj ambienti tjetër që mund të krijojë një lloj pikpyetje të caktuar se takime, zyrë, kafe, takime, zyrë, kafe, dhe kjo na jep edhe qetësinë që këtë gjë që po e bëjmë komfort të rregullave, sepse në ditët në të cilat po jetojmë, ky është një diskutim në niveli kombëtar. Dhe unë jam shumë krenar që nuk kemi bërë dhe nuk kemi ndërmend të bëjmë asnjë gabim. Sepse kam parë qasjen tënde. Domethënë, qasja jote është që na ke lënë të gjithë lirinë që ne të veprojmë në bazë të ligjit dhe rregullave të cilat përcakton ky realitet i ri që po jetojmë. Është shumë e rëndësishme. Unë ja kam thënë që duhet të jetë jo vetëm një fitore shumë e bukur, por duhet të jetë edhe një fitore që të vlejë dhe pas datës 11, edhe në aspektin ligjor, në aspektin e pastërtisë së saj, edhe në aspektin e prestigjit që për ne ka Partia Socialiste dhe gjithë jeta jonë, se ne kemi ju jeni përpara me Biles në shumë aspekte për atë që keni sakrifikuar nga jeta juaj. Unë ju falenderoj për kohën që unë jam me ju, po nga Partia Socialiste me siguri falenderimi duhet ishte pafund për njerëz si ju që kanë dedikuar një pjesë të mirë të kohës tyre. Jam i bindur, kushdo që më dëgjon, besoj do më besonte po të thoja që nëse do kishte një peshore, një kandar, me siguri ju keni marrë shumë më pak në gjithë shka keni jetuar deri tani se sa keni dhënë në aspektin e dedikimit personal, të kohës, të energjive, të nervave, të jetës suaj, që ja keni marrë dikujt, se ja keni marrë familjeve tuaja, ja keni bërë minus dikujt, ja keni marrë fëmijëve, familjeve, të dashurve tuaj. Dhe me thënë drejtën, domethënë kjo është një gjë që të kështu të rënqeth në kuptimin se njerëzit nuk para e mendojnë, ne jemi shumë të politizuar si vend, si popull, jemi sanguin, jemi ballkanas, jemi të nxehtë, edhe e jetojmë jetën me temperament shumë themi të nxehtë në kuptimin e një jetë shumë aktive dhe sa i takon politikës, jepemi me tërë shpirt si njerëz, por jo të gjithë e bëjnë këtë gjë, kështu që unë jam shumë i njohës për këtë pjesë, do mundohem bëj ç'është e mundur që kjo fitore të jetë në radhë parë një herë të vendosim një standard të ri për mënyrën se si partia shikohet nga njerëzit, edhe deputeti si shikohet nga njerëzit, dhe kjo do të thotë që ata edhe po na besuan deri në datën 11, do duhet një punë e jashtëzakonshme në datën 12 dhe në vijim, që gjithë shka të materializohet në mënyrë që synimi im do ishte që kush do ishte kandidati tjetër në vitin 2029 të mos vinte më për të njëjtat çështje në kombinat, të mos merrej më me të njëjtat çështje në kombinat, të mos merrej më dhe të zvaritej dhe ai apo ajo pas të njëjtave çështje në kombinat, që do të thotë që ne do kemi bërë punën tonë. Do të thotë që ka funksionuar shteti, ka funksionuar administrata, ka funksionuar partia. Edhe kjo që kemi bërë deri tani nuk do ishte një të themi magji ndaj qytetarëve thjesht për datën 11, por do ishte një përgjegjësi që neve këtë do ta kthejmë në forcë që të funksionojë qeverisja në vijim. Ata e kuptojnë këtë gjë, unë e ndjej që ata e besojnë këtë gjë, ata falin, ata mirë kuptojnë, por natyrisht që kjo gjë nuk bëhet dot pa ju, megjithëse Denata ne të dy e dim që Erindi ka akoma ca asa në mëngë, sepse duke qenë se është kryetari i vjetër dhe shumë i vjetër në politikë, ka akoma asa në mëngë, ka akoma njohje, ka akoma grupe njerëzish të cilët atë e duan dhe dëgjojnë, të cilët ai do na i vënë në dispozicion, por jemi duke u provuar edhe ne tek Erindi për gjithë pjesën tonë, ose do na japi kur ne të kemi dhënë maksimumin total tonin, edhe shiko, e them të me shaka, po me siguri këtu ka të bëjë shumë edhe ajo që ju vetë përfaqësoni në rrethet tuaja. Domethënë nuk është vetëm partia juaj, kupton, po është edhe ju si individ, edhe patjetër. Kjo domethënë tashmë fryma ka filluar, se ne diskutojmë edhe shpesh, njerëzit dhe ato shtabet tona janë të gjithë duke bërë një punë çdo mbasdite, janë lidhur me skuadrat që edhe janë inkorporuar skuadrat e reja, harmonizimi është shumë i mirë, kontaktet janë në teren, asat në mëngë tashmë do jenë në tavolinë sepse nuk ka çat presi më, thash është sprinti i këtyre ditëve, shumë e rëndësishme harmonia në skuadër, siç ne jemi harmonik, siç stadiu trioja jon, ashtu të jenë edhe njerëzit
të cilët punojnë poshtë dhe ato çaret e vogla që në fushat problemi i vogël bëhet problemi i madh. Atyre i ruajmë shumun. Me po patëm harmonin, janë të gjitha gjërat e tjera janë tavolinë dhe ne shkojmë në 11 maj të sigurt për rezultatin cilin ne kemi projekcion në kokën tonë sipas komunikimeve me njerëzit. Kështu që harmoni edhe sprint. Unë e bindoj do plotësojmë njëri tjetrin, do rrisim shumë vota për trëndafilin, që është detyra jonë kryesore, dhe pastaj është Blendi Gonxha, por në radhë parë një herë Partia Socialiste dhe do t'i rrisim nga zona, grupe, njerëz, votues të cilët ndoshta s'janë direkt të organizatave dhe me shpresë do kemi rritur dhe organizata, do t'i kemi përmirësuar dhe ato, duke futur njerëz të rinj, e gjithë politika, e gjithë skema edhe e zgjedhjeve flet për këtë gjë, edhe lista e tjerë dhe unë uroj shumë shpejt ju shoh në atë listë, edhe të jem dhe unë një ditë në të kundër duke ndihmuar diku në parti që ju të dy të bëheni deputet në një zonë ku do jem unë i ngarkuar me partinë, edhe kështu që never say never, të plotësojmë në vijim detyrimet që kemi ndaj njëri tjetrit, që kuptohet janë dhe njerëzore, po janë edhe sa i takon kësaj kauze që ne ndajmë. Unë ju falenderoj shumë, për mua jeni frymëzim edhe për mua, jo vetëm për njerëzit, jeni frymëzim ku edhe kur nuk ja u them, edhe kur nuk e bëj qartë ndoshta këtë gjë, ose kur nuk e kuptoni ju, duhet ta kuptoni që unë vetë kam shumë të rëndësishme pjesën e njerëzve me të cilët punoj. Edhe kur mund të jem si i mërzitur apo edhe kur mund të jem ndoshta i pakënaqur për diçka, në thelb ajo që unë marr nga ju është një efekt shumë pozitiv, i cili më ndihmon shumë edhe më ndihmon dhe mua dhe ekipin tim që të përmirësohemi dhe ne, sepse ju jeni në pozita shumë themi të pafavorshme në kuptimin e asaj që ju përballoni për ditë, dhe gjithmonë për ditja them të gjë vetes që duhet të jemi ne shumë më të kujdesshëm. Të falenderoj për këtë podcast të falenderoj edhe për gjitha vlerësimet. Realisht ke hyrë dhe ke kuptuar hallin e punës në të cilin ne jetojmë për vitesh. Kështu që teksa ke kuptuar hallin, çdo koment tjetër që të bëjmë tash është i tepërt, e ke kuptuar vështirësinë e kësaj lloj pune dhe kur kupton vështirësinë, kupton edhe sa punë tjera presin para pas 11 majit. Të falenderoj dashur. Gjithashtu dhe unë të falenderoj zoti ministër. Kënaqësi ky podcast që realizuam. Unë do të thosha që puna që ne bëjmë. Tu është Blendi ti. Okej, ndjes. Puna që ne bëjmë realisht është vullnetare. Patjetër që ka shumë sfida kombinati, ju e keni parë nga takimet e përditshme që realizohen pa ndalur në zonë, por nga gjithë kjo ecuri, unë kam parë që njerëzit në kombinat, pavarësisht halleve që kanë, mjafton t'i dëgjojmë me zemër të hapur, të gjendemi pranë njerëzërisht dhe shpirtërisht, ata i fiton si miq. Dhe gjatë gjithë ecurisë, bashkë me Ridin këtë kemi bërë, që nuk është se kemi takuar vetëm njerëz socialist, këdo, pa dallim. Nuk e kemi bërë këtë si lëvizje njerëzore për të ringritur kudo që mund të ndjehet i rënuar. Kemi dëgjuar hallet e tyre, kemi përçuar problemet e tyre dhe disa kanë marrë drejtim, disa do marrin drejtim në të ardhmen. Por edhe për ne është kënaqësi që punoj me juve dhe më gëzon shumë fakti që në kombinat je i mirëpritur dhe të duan, e thon njerëzit. Dhe uroj me shpirt që na prihen bara në 11 maj. Duam shumë të gjithë neve në kombinat që kombinati dali shumë mirë, për arsyet se presim më të mirën dhe të japim kombinatit vëmendjen dhe meritën që i takon. Shumë faleminderit. Faleminderit juve.